Në fakt, po shoh që jemi një popull të merësisht i çuditshëm. Tani, deri dje, mezi prisnim që të martohet Egli dhe Gjesti. Do bëhet një dasëm, do thyet Unaza. Mezi presim që të martohen, pse nuk martohen, çfarë ndal Gjestin. Okej, sot u dha lajmi që do martohen. Do me thënë një martes fiktive, një martes tradicionale, ishte shkruar dhe në letër, që normalisht nuk do t'jetë një martes e vërtet, sepse Gjesti ka shtetësi të Kosovës dhe vendbanimin e ka në pej, dhe normal që nuk mund të bëj dot kurorëzim në Shqipëri. Por ishte një nisëm shumë e bukur, ishte një moment shumë i bukur, por filluan komentet negative që kjo është gënjeshtër, dasëm pandjenjë, dasëm kot, Gjesti mashtron, Egli mashtron, ato nuk duen, e bëjnë vetëm për klikime, kanë ullur fytyrën e tyre, kanë gjuajtur në tokë. Mirë, më një gjë nuk e kuptoj. Pse ne duhet jemi, ndonjëherë duhet jemi kaq të lik, vetëm e vetëm për të dhënë një komentim negativ për një çift. Ishim ne ato që e kërkonim dasmën non stop, tani dasma erdhi, jemi ne ato që themi jo po nuk e ndjehu, jo po e ndjehu, jo po nuk e puthi mirë, jo po nuk ishte puthja ndjerë, pse mo ne jemi në shpirtin e tyre që të shohim gjërat me kaq detaje. Unë mendoj që dasma ishte shumë e bukur, çifti po kalojnë momente shumë të bukura, po përfundon ky Big Brother me një mesazh shumë të bukur ku tregon forcën e dashurisë dhe nuk përfundon me mesazhin e dhunës ndaj njëri tjetrit, dhe mendoj që kjo ka rëndësi. Pastaj kur ato do të dalin jashtë, jam shumë i lumtur nëse do ta vazhdojnë këtë rrugtimin, se ku ka më bukur se sa të dashurosh. Derisa ne të udhim vrerë dhe komente negative, le t'i mbështesim duke i duar trokitur dhe duke pranuar dashurinë në formën e tyre. Jo çdo njeri duhet të bëj dasmën dhe duhet të dashuroj ashtu si duam ne. Çdo njeri ka formën e tij të dashurisë dhe mënyrën se si dashuron vetë. Ky është mendimi im. Duhet jemi stabil në atë që e kërkojmë. Donim dasmë, erdhi dasma. Tani jo po dasma zbëri, jo po ishte ftohtë. Mendoj që Gjesti dhe Egli janë shumë të bukur bashkë, din të luajnë perfekt bashkë, din të dashurojnë perfekt bashkë, din të jenë perfekt bashkë, dhe pse jo të jetë kjo një këmbë e mbar, një nismë e mirë për to, për të na treguar edhe më shumë emocion në ditët në vazhdim.